Në shkurt të vitit 1960, kryeministri britanik Harold Macmillan mbajti një fjalim historik në Parlamentin e Afrikës së Jugut. Era e ndryshimit po fryn nëpër kontinent, tha ai. Pavarësisht nëse na pëlqen ose jo, rritja e ndërgjegjës kombëtare është një fakt. Ai nuk e tha hapur, por apartheidi ishte i papranueshëm për qeverinë britanike, e cila në fakt e kishte toleruar që nga viti 1948. Në të ardhmen, Britania nuk do të pengonte lëvizjet për pavarësi. Sigurisht, ajo vazhdoi ta bënte këtë dhe Macmillan po fliste vetëm për Afrikën, jo për lindjen e mesme, ku në vitin 1956 SBA e poshtëroi Britaninë duke detyruar të ndalte agresionin tripalesh kundër Egjiptit, të nisur së bashku me Francën dhe Izraelin vetëm 10 ditë më parë, shkruan Jeremy Salt, profesor i lindjes së mesme moderne. Në vitin 1946, Britania shpalli tërheqjen nga Palestina, jo për arsye morale, por sepse nuk mund të përballonte më qëndrimin atje. E njëjta arsye qëndronte pas tërheqjes nga India dhe kolonitë e tjera. Lufta e dytë botërore e kishte lënë vendin pothuajse të falimentuar dhe të varur nga ndihma financiare amerikane. Perandoria ishte bërë një luks i papërballueshëm.